kam shumë dëshirë të bëj një tato për shokun tim të ngushtë që më ka ndruar jetë. Po këta muslimanët po më thonë se është haram. Të lutem me këtë një përgjigje. Po, mirë, këta muslimanë të duan të fortë dhe të kanë këshillu që të kanë thonë irhamukallah. Të kanë thonë zbon. Nuk bën që ne të bëjmë tato askënd. Madje kjo nuk është mirë për shokun tat në atë botë. Pa nuk është se tu i bën ai ner, apo ai do thotë bravo që vetëm filani më ka kujtuar në atë botë që më bëni tato. Nuk e tu i bën ai ner atij. Përkundrazi e dëmton. Kështu që larg tatuazheve, ne muslimanët faktikisht gjithë njerëzit e kanë ndaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: e ka mallkuar Zoti atë që e ka si profesion dhe atij që i bëhet tatuazhi. Kështu që nuk lejohet në Islam në asnjë mënyrë. Po mirë, dikush që ka tatuazh mund të falet, po le të falet, po se s'ka lidhje. Pa mund ta agjëroj, po ta agjëroj, po se s'ka lidhje. Nuk po flasim ne ai quhet namazi apo si, ne po flasim a lejohet apo nuk lejohet.